Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, mirëmbrëma të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Do të vim në këtë minutash me një nga personazhet publik në fakt më të dashur tuaj, më të preferuarin tuaj, një vajzë e cila ka bërë, unë do të them që ka bërë revolucionin në media, do të thoni pse, sepse që nga muzika doli moderatore dhe i vuri këmbën gjithçkaje. Do të flasim pikërisht për Egli Takon. Egli Tako, kohës së fundit ka nisur që të jetë shumë e afirmuar në fakt nga publiku dhe shumë aktive në Instagramin e saj. Ajo në këtë platformë digjitale poston gjithçka rreth jetës së saj, gjithçka rreth përditshmërisë, atë se çfarë ajo punon, çfarë do të sjellë, ndryshimin e make-upit, ndryshimin e lookut, ndryshimin e veshjes, stile të ndryshme, por ndan edhe pjesë kur Egli nuk është mirë me shëndet, kur ka ndonjë viroz sezonale etj etj. Së fundmi, ditën e sotme ajo ka publikuar një fotografi që Egli po bëhet gati. Po bëhet gati për çfarë? Me patjetër që po bëhet gati për finalen e madhe. Po bëhet gati për finalen e Yes Day. Ju e dini shumë bukur që të dielën që kaloi ishte puntata e gjysmë finales, për të nënkuptuar që në këtë të diel kemi natën glamour, kemi natën e finales së madhe, natën kur edhe një nga familje do të ketë fatin për të vizituar mrekullin që tashmë ka Disneyland. Njëra nga familje do të udhton drejt Parisit për të vizituar qytezën, kështu le ta quajmë, të bukur të Disneyland, tashmë me dekoret festive, me bukurinë që falën ky vend, me të gjithë filmat e vizatuar që ndodhen aty brenda, protagonistët, artistët. Kjo familje shqiptare do të ketë si dhurat nga televizioni Top Channel dhe nga emisioni SD këtë udhtim të bukur, i cili në fakt do të ndodhë në para Krishtlindjeve të datës së 24. Dhe këtu Egli Tako përmbyll kapitullin e saj me emisionin tepër të suksesshëm që erdhi më njëherë pas përfundimit të Big Brotherit të saj Yes Day. Por patjetër fansat janë lidhur shumë shpirtërisht me të, duan të dinë se çfarë do të ndodhen me të, duan të dinë se ku do të shkon Egli, a do të rikthehet përsëri në media, sepse tashmë nuk është edhe pjesë e klabit të fansave të Big Brother VIP Albania. Normal që Egli e ka lënë të nënkuptueshme në atë çajin që i ftoi ndjekësit e saj për të bërë çik thashë theme se do të rikthehet përsëri. Por ku do të rikthehet Egli? Egli do të rikthehet me patjetër në televizionin Top Channel, aty ku në fakt nisi atë rrugtimin e bukur, aty ku i hapi ato portat e zemrës së saj. Ajo do të rikthehet me një emision krejtësisht ndryshe, do të rikthehet me një platformë tjetër që në fakt fansat do të kenë fatin që ta shohin dhe ta shijojnë Eglin e dashur, me patjetër këto grupe që po bëjnë tifon e madhe të saj, por edhe në asnjë mënyrë nuk do të heqën dorë edhe nga muzika. Do me thënë, në të njëjtën vijë do të mbajë dhe muzikën dhe suksesin e saj rreth medjes. Ajo me shumë krenari dhe me shumë buzëqeshje po e mbyllën këtë rrugtim, nuk kishte asnjë lloj hatërmbetje që nuk e kanë zgjedhur në fansin e në klabin e fansave, m'falni, përkundrazi tha që nuk është se kemi patur një konkurrencë të hapur mes Kiarës, Sarës apo vajzave të cilat përfliteshin që do të ishin pjesë e këtij kasti, por mbi të gjitha Egli Tako është shumë krenare në këtë rrugtim. Tani nga informacionet që kam marrë unë, Egli nuk do të fillon me njëherë, do me thënë tani njëherë nga data 20 do t'jepet fokusi drejt Big Brother VIP Albanias dhe klabit të fansave. Më pas do me thënë Egli do të starton që pas datës 20 janar me rikthimin e sezonit të dytë në përmedia, ku në fakt do të kemi fatin të shohim Eglin me pozitivitetin e saj, me energjinë dhe me emisionin që do të na sjellën. Duke mos haruar që Egli ka punuar edhe një projekt shumë të bukur muzikor, që bëhet fjalë për një balad, videoklipin e këtij projektit e ka realizuar, që pritet që me përfundimin e emisionit Yes Day, Egli në kanalin e saj në YouTube zyrtar të hapur tashmë, sepse kanalin të cilin e posedonte më herët e ka marrur Onima përsëri, Egli do të publikon këngën e re që me patjetër do me thënë publiku do të jetë gjithmonë afër Eglit duke dëgjuar dhe duke shijuar këngën edhe emisionin e saj.